Të nderuar shikues, u rikthyem në studio me personalitetin e ditës së sotme. Meqense se e theksova në fillim të emisionit që sot është data 7 prill, që do të thotë dita e shëndetësisë, kjo ditë përkon edhe me patronatin e shkollës së mesme medicinale komunale Nikola Shtejnë në Tetov. Dhe në pikërisht do të flasim sot për të arriturat e kësaj shkolle, për sfidat, për rolin edhe rëndësinë që ka udhëheci i një shkolle në përgjithësi dhe do të marrim porositë e nevojshme se si duhet të kemi një ambient të shëndetshëm kolektiv dhe si të edukojmë gjeneratat e reja. Për të folur për këtë temë, ne kemi nderin, kënaqësinë dhe privilegjin që të na nderojë vetë drejtoresha e shkollës së mesme medicinale komunale në Tetov, zonja Malsore Ramadani. Përshëndetje drejtoresh dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje Ariana, është kënaqësi të jem këtu. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që keni ndarë kohë për të na nderuar. Do të flasim për atë se si është të jesh udhëheqës apo drejtori një shkolle, është përgjegjësi, është privilegj, është nder, pra cilët janë këto, le të themi, ndjenja që ju i keni për të udhëhequr një institucion? Është vështirë të përpilosh rregullat, të zbatosh ato në një ambient ku vinë nxënës nga 3 komunitete të ndryshme, nga familje të ndryshme, të edukuar ndryshëm, sepse çdo njeri nga ne është i ndryshëm, dhe të drejtosh një nga shkollat më të mëdha në vend me një numër të madh të nxënësish dhe stafi pedagogjik, më tepër e shoh si përgjegjësi sesa si privilegj. Megjithatë, cili është vizioni që duhet të ketë një udhëheqës apo një drejtor? Flasim në përgjithësi për udhëheqësit e institucioneve të ndryshme, pra çfarë vizioni duhet të ketë ai? Një drejtor luan një rol të rëndësishëm edhe social krahas atij institucional. Për mua një drejtor i mirë është ai i cili i bën nxënësit të ndjehen lirshëm kur hyjnë në shkollë, sepse ato duhet ta kenë mendjen aty se vijnë për tu zhvilluar personalitetin e tyre, aftësitë dhe talentet e tyre. Një drejtor i mirë është ai i cili i bën mësimdhënësit të ndjehen bashkëpunëtor të tij për të zhvilluar pastaj sa më mirë procesin arsimor. Një drejtor duhet të fokusohet për të krijuar një ambient stimulues, edukativ, të sigurt, një vend në të cilën do të zhvillohen potencialet e nxënësve në maksimum. Sigurisht janë këto cilësi të cilet dhe ju i posedoni, kemi parë edhe nga reagimet të ndryshme, qoftë edhe të kolegëve, por qoftë edhe të nxënësve. Po megjithatë të flasim pak edhe për çështjen e asaj se cilat janë sfidat më të mëdha me të cilat ju përballeni si shkollë. Karshit të arriturave të flasim pak edhe për sfidat. Çdo ditë do me thënë si drejtor përballesh me sfida të ndryshme, duke nisur nga ajo se ti ke të bësh me administrimin e përditshëm të shkollës, pastaj duhet të sigurosh një mjedis sa më motivues dhe krahas kësaj ke të bësh edhe me menaxhimin e burimeve njerëzore, por edhe atyre financiare, dhe këto të gjitha janë sfida sepse çdo ditë del nga një gjë e re. Dhe unë në këtë pozicion jam në një kohë të shkurt, 4 muaj e gjys, dhe do me thënë ende po rritemi, ende po avancohemi. Sigurisht. Të flasim pak edhe për atë se si menaxhoni marrëdhëniet me stafit për të krijuar një mjedis të shëndetshëm dhe produktiv. Atë që e thash edhe në fillim të emisionit, pra si arrini që ta realizoni këtë detyrë, këtë përgjegjësi, ka të rëndësishme që mes stafit të ketë një ambient të shëndetshëm edhe komunikues. Marrëdhëniet efikase ndërmjet stafit janë gjëja më produktive që duhet të ketë një shkollë, dhe kjo arrihet nëpërmjet inkurajimit, nëpërmjet komunikimit të hapur, ose nëpërmjet organizimit të takimeve të rregullta ku mësimdhënësit mund të japin ide, mund të shprehin shqetësimet dhe mund të shprehin praktikat e përditshme me të cilat ato takohen. Përveç kësaj duhet që mësimdhënësit të japish ngritjen e tij profesionale nëpërmjet trajnimeve ose seminareve. Ai duhet të ndihet i vlerësuar, qoftë nëpërmjet mirënjohjeve dhe vlerësimeve. Unë vazhdimisht në jetë nisem nga parimi se çdo njeri duhet të dëgjohet, të respektohet dhe të vlerësohet që pastaj të mos kemi keqkuptime. Po, shumë e vërtet. Si vlerësoni procesin mësimor në shkollën ku ju jeni udhëheqëse dhe cilat janë përpjekjet për të përmirësuar ndoshta edhe më mirë cilësinë e mësimdhënies? Procesi i mësimdhënies në shkollën tonë është shumë i mirë, shumë efikas, sepse kemi një kuadër kualitativ dhe shumë cilësor. Megjithatë, edhe mësimdhënësit e shkollës tonë, si mësimdhënësit në shtet, përballen me sfida, duke nisur nga ajo mungesa e teksteve shkollore, të cilat janë bazë dhe me këtë përballen me këtë mungesë stafi jon. Pastaj me një sistem arsimor në shtet që vazhdimisht po ndryshon, vazhdimisht po kërkon reforma dhe për kushtimin e mësimdhënësit, ndërkaq këtij mësimdhënësit në këmbim i jep shumë pak kushte.
Pasuria më e madhe që kemi ne si shkollë është qoftë stafi pedagogjik, qoftë stafi administrativ dhe si shkollë komplet kolektivi, ajo që ne jemi shumë kompakt me njëri tjetrin. Çdo njeri nga ne është i gatshëm të jep gjithçka nga vetja kur tjetri, kolegu, nxënësi ka nevojë për suport, për përkraje, për ndihmë. Nxënësi për ne është edhe fëmiu jon dhe kjo është vlera më e madhe që ne e posedojmë si shkollë. Shkollë si kolektiv. Cilët janë prioritetet tuaja apo plane që ja keni vënë, le të themi, vetes që t'i arrini gjatë mandatit tuaj? Si prioritet për mua është, do me thënë, të zhvillojmë dhe të rrisim cilësinë e mësimdhënies me metoda moderne dhe cilësore dhe sidomos menaxhimi i mirë i mjeteve financiare ku do të përkushtohemi më tepër te pjesa praktike. Meqense ne jemi shkollë profesionale, normalisht ai objektivi i vetëm do të jetë pak, do me thënë, të përqendrohemi te praktika dhe investimet më të mëdha të bëhen pikërisht te pjesa e mësimit praktik. Si shihni rolin e shkollës në zhvillimin emocional dhe social të nxënësve? Meqense shkolla ka një rol shumë të rëndësishëm dhe rëndësi shumë të madhe në zhvillimin emocional të nxënësve dhe atë social. Si e shihni ju këtë drejtim në shkollë? Si po zhvillohet në shkollën ku ju e udhëhiqni? Mendoj se shkolla nuk është vetëm një institucion arsimor. Është një mjedis ku rriten vlerat, normat dhe qëndrimet e secilit nga nxënësit tonë. Nëpërmjet aktiviteteve shkollore që ne zhvillojmë, por edhe mbështetjes psikologjike që u japim nxënësive për dukuri të ndryshme sociale, si diskriminimi, bulizmi, pastaj stereotipet gjinore dhe etnike, nëpërmjet këtyre aktiviteteve ne i mësojmë nxënësit se si t'i përballojnë diversitetet mes tyre dhe se si të ndërgjegjësohen për parandalimin e dukurive negative në shoqëri, dukuri të cilat gjithnjë më shumë po e kaplojnë shoqërinë moderne. Le të themi ajo porosia ose këshilla juaj si drejtuese e një institucioni të rëndësishëm, le të themi për nxënësit, për prindërit, për mësimdhënësit, si duhet të funksionojë ai trekëndëshi pedagogjik, pra çfarë porosie do ju kishit dhënë? Porosia ime do të ishte pikërisht për ata për të cilët ne jemi në shërbim, për nxënësit. Unë atyre do ju kisha thënë se arsimi është pasuria më e madhe që askush nuk mund t'ua marrë. Çdo mundësi dhe çdo përpjekje që ata bëjnë sot do t'ju shpërblehet nesër. Janë vetëm ata të cilët mund të bëjnë ndryshime të mëdha, jo vetëm për jetën e tyre, po për krejt shoqërinë, sepse ata janë e ardhmja e këtij vendi. Dhe për fund, drejtoresh, meqense jemi në ditën e shëndetësisë, pikërisht nga shkolla e mesme e mjekësisë kanë dalë dhe shumë mjek, cilët ishte ai urimi juaj, ndoshta për këta mjek, për këta të rinj të cilët janë në profesionin mjekësor, për personelin mjekësor që janë herojtë e shoqërisë, meqense udhëhiqni një shkollë medicinale, ju takon dhe një urim apo është në kompetencën tuaj që t'i uroni ato. Po, sot është 7 prilli, dita e shëndetësisë, dita e njerëzve më të rëndësishëm të shoqërisë në gjithë botën. Dita atyre të cilët japin një jetë për jetën e të tjerëve dhe unë atyre do me thënë, do kisha thënë, puna juaj është e mira dhe e ardhmja krejt shoqërisë, sepse shëndeti është mbi të gjitha. Drejtoresh, ishte kënaqësi shumë e madhe që sot na nderuat në emisionin tonë. Faleminderit për kontributin tuaj. Ju urojmë shëndet dhe njëkohësisht ju përgëzojmë për punën tuaj. Faleminderit Ariana, është kënaqësi të jem këtu. Faleminderit ju dhe televizionit Koha që vazhdimisht përkrahani dhe promovoni vlerat e arsimit, shkencës dhe dijes. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës, ndërkaq ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me programin ton, do të rikthehemi vetëm pas pak në pjesën tjetër.